Tunxha tjeta uroj të jeni mirë. Duke u kthyer mbrëm nga forumi i Dohas në Katar, unë zgjodha të vi nga linja e Athinës, shkova nga Vjena dhe më duhej të kthehesha nga Athina. Duke u ngjitur në avion dhe përpara se të ngrihem të fluturojmë për në Tiranë, mbrëmjen e një ditë më parë, pra, unë shoh një personazh jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe interesant që quhet Simeon Tsomokos. Simeon Tsomokos është një njeri kyç i lobit grek dhe i lobit serb, i cili po bëhej gati bashkë me mua të ngjitej në shkallët e avionit të Aegean që vinte nga Athina për në Tiranë. Pranë tij gjendej për një bisedë edhe ambasadorja jon në Athinë, zonja Hajdaraga, e cila dukej që i fliste me shumë kujdes dhe me shumë respekt dhe etiket zotërisë në fjalë, i cili po vinte në Tiranë. Gjithashtu ajo i tregonte zotërisë se po vinte për të përgatitur vizitën e Elisa Spiropalit, ministres tonë të jashtme, për që pritet pra të ketë një vizitë në Athinë në datën 16 dhjetor, vizitë e cila konsiderohet shumë e rëndësishme edhe nga Shqipëria, edhe nga Greqia, sepse të dyja palët kanë interesa të ndryshme. Kush është ky personazh që quhet Simeon Tsomokos? Kush është ky personazh? Çfarë përfaqëson ai? Kush është njeriu i cili mban titullin e konsullit të nderit të Serbisë në Selanik në Greqi? Zotëria është nga hebrejt e Selanikut dhe është një njeri me rol të madh të jashtëzakonshëm në atë që quhet Delphi Forum. Delphi Forum është një forum ekonomik dhe i biznesit, i cili merret me lidhjet e rrjeteve të biznesit dhe ekonomike ndërmjet Serbisë dhe Greqisë, pra ndërmjet Athinës dhe Beogradit. Ai është njëri nga kokat kryesore të këtij rrjetëzimi të interesave ekonomike të lobit grek dhe të lobit serb me seli në Selanik. Sa po e pash personin në fjalë dhe kur e pash teksa diskutonte me zonjën Hajdaraga, që ishte ambasadorja jon, nuk e di apo vinin të dy për të njëjtën arsye apo jo, por ajo që kuptova ishte e qartë se kthesa e ambasadores tonë për në Tiranë ishte për të përgatitur vizitën e ministres tonë të jashtme, Spiropalit, që shkon në 16 atje. Çfarë po ndodh dhe kush është ky pjesëmarrës tek eventi i të cilit i Delphi Forumit ka shkuar sot Edi Rama dhe ka mbajtur një fjalim të rëndësishëm. Ai është duke lëvizur fort, unë ju a kam thënë edhe tek videot e tjera, për të cilën na kanë sulmuar fort edhe patronazhistët edhe idiotët. Pra, patronazhistët sepse janë aty për të bërë zhurmë, ndërsa idiotët janë ata që nuk kuptojnë dhe presin dhe i duket gjithçka që thot Krishtik Osmani, u duket ose konspiracion, ose surreale, ose e papërputhshme me atë që thot në televizor. Ju nuk do ta gjeni në televizor këtë që unë po ju them sot. Një, sepse rastësia më lidhi me personin në avion mbrëm në Athinë. E dyta, edhe si kur dikush tjetër ta kishte parë personin në avion, nuk do ta njihte dhe nuk do të bënte lidhjen. Dhe e treta, ju nuk keni për të dëgjuar në televizion kur ato gjëra që i analizon Krishtik Osmani këtu tek Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adheu. Këtu bëhet shumë, ne hym thellë, ne hym përtej asaj që duket. Ky person, pra, është koka, në qoftë se do ta shkurtojmë, koka e lobit grek dhe e lobit serb në Ballkan dhe po bën gati lojën dhe skenën e Beogradit dhe të Athinës për të qenë lojtar kyç gjeopolitik dhe gjeoekonomik në këtë moment të ri që po kalon bota. Unë ju a thash, isha në Katar, ju a kam shpjeguar një pjesë, do t'ju a shpjegoj në ditët në vijim çfarë ka ndodhur atje, ku ishin njerëzit më të rëndësishëm të planetit, të cilët diskutuan për 2 ditë për botën e ardhshme. Dhe fakti që isha atje dhe që kthehem prej atje, do të thotë që unë i dija 2 gjëra më shumë. Ndaj më dëgjo me kujdes,
pa patur nevojë të bëj unë ty reklam për veten, sepse nuk më intereson fare, sepse nuk ndjej asnjë lloj supermacie, as nevojë për të qenë supermaci, për të krijuar supermaci ndaj patronazhistëve dhe idiotëve. Ndërsa pjesa benigje e shqiptarëve, pjesa e mirë e shqiptarëve, i përqafoj, i kam shumë gjallë, sepse po na përkrahin, po na mbështesin dhe po na dëgjojnë me shumë kurreshtje. Madje jam i bindur që shumë prej tyre po mbajnë edhe shënime. Dëgjoni me kujdes, sepse Kreshniku hyn garant me jetën e vet, që kjo që po ju them është me shpirt për hatër të Shqipërisë, për hatër të Zotit dhe për hatër të këtij vendi dhe këtij populli. Ju mund thoni Kreshniku është i shit, është i bler, është kush di për kë punon, çfarë është, mu pik në interesit nuk kam unë se ç'a mendoni ju për mua. Rëndësishme është dëgjoni se çfarë po them dhe pastaj bëni çfarë doni vetë. Është shumë e rëndësishme kjo që po ju them. Është shumë e rëndësishme ajo që unë ju them ju çdo natë. Është shumë e rëndësishme t'ju tregoj çfarë gatuhet për Shqipërinë, sepse unë ju kam thënë ne nuk i zgjidhim dot hallet e botës, as kemi mundësi, po as kemi detyrë me zgjidh. Fakti që unë kam shumë kontakte në përbot dhe njoh shumë skena dhe prapa skena, duhet të më dëgjoni pak me kujdes. Pastaj nuk ka rëndësi, merre hidhen kosh plerave. Ardhja e këtij personazhi dhe me njëherë sot unë nuk e dija për çfarë po vinte Simeon Somokos në Tiranë. Unë e pash që ishte në autobus dhe po diskutonte me ambasadorën tonë. Madje Ramës, nëse ka nevojë për konfirmim, ambasadorja zonja Hajdaraga, po mund t'ja konfirmoj që unë e pash pra, dhe madje edhe salutova dhe më salutoi pa entuziazëm, sepse sigurisht ata e din që Kreshniku është një goditës i fortë i Edi Ramës. Në fakt unë nuk e dija agjendën e zotërisë, por unë e dija që ai po vinte për diçka të madhe, sepse personi është diçka shumë e rëndësishme. Hebreu i Selanikut që drejton lobin serbo-grek në Ballkan ekonomik dhe po kërkon projekte gjigande infrastrukturore, është një njeri me peshë jashtëzakonisht të madhe në botën ekonomike dhe në lidhjet infrastrukturore, projektet infrastrukturore. Është lojtar gjeopolitik dhe gjeoekonomik i madh. Kështu që mos i nënvlerësoni këto biseda, sepse gjeopolitika dhe gjeoekonomia ajo është fundamenti i planetit. Pikë pari, personazhi është shumë i lidhur me politikën greke. Është një njeri pranë familjeve që drejtojnë Greqinë, dhe ky takim i Delphi Forumit për të cilin kishte ardhur ta organizonte në Tiranë Simeon Somokos, nuk është gjë tjetër përveç se një parapërgatitje e Greqisë dhe e Serbisë për të ushtruar një lloj presioni të butë ndaj Edi Ramës, dhe Edi Rama ka nevojë për të ulur dhe për të kriju klim të butë përpara se të shkojë ministrja jone e jashtme me datë 16 në Athinë për të hapur dhe për të rinisur dialogun mes Athinës dhe Tiranës, dhe çështjet janë të mëdha, është deti, është kjo, është ajo. Ky afrim i Somokos me Tiranën dhe me Edi Ramën ka bërë gjithashtu që edhe qarqet e djathta greke apo konservatore, të cilat presupozohet të ishin pranë Sali Berishës dhe të djathtës në Shqipëri dhe Partisë Demokratike, e kanë zbehur tashmë këtë mbështetje dhe po kalojnë nga krahu i Edi Ramës. Edi Rama këtë punë bën ku ka krah diku, ja kput ato. Dhe këtë po bën edhe me Partinë Demokratike dhe me Berishën, i cili her pas here kërkon help, kërkon ndihmë nga Greqia. Unë ju a kam shpjeguar her pas here, dhe ju a kam shpjeguar se cila është loja e Berishës me Athinën dhe pse ai kërkon atje mbështetje dhe pse ata tashmë mund ta shesin sërish Berishën dhe të kthehen ke Rama. Ardhja e këtij personazhi në Tiranë, Simeon Somokos, me forumin e New Delphi dhe të vi Edi Rama t'i mbaj fjalim aty brenda dhe të vi bashkë me ambasadoren tonë nga Athina, shikoni sa i madh është Zoti, sa të mëdha, nuk ka gjë në këtë botë rasimi
Pra do duhej unë të shkoj në një forum ndërkombëtar dhe do më duhej që të mos kthehem nga e njëjta linjë, sepse shkova nga Vjena, do të duhej që unë të ndroj biletën, do të duhej që unë të kthehem nga Athina dhe do të duhej që të hip në avion dhe do të duhej që në orën që të hip unë të kaloj edhe ai bashkë me ambasadorën. Nuk janë rasti. Unë paktën besoj kështu. Nuk me hy kësaj pjesës që lidhet me fatin me rastësi, se ky është diskutim tjetër. Doli dhe e pash dhe unë thash ky njeri po vjen për diçka. Unë nuk e dija për çfarë do të vinte. Dhe e kuptoj tashmë kur del njoftimi që ai ka patur sot forumin e New Delfit në Tiranë dhe praninë e Edi Ramës aty, kjo e ndërlikon vizitën, sepse koha e vizitës është shumë e ndërlikuar. Një, sepse vjen pak ditë para vizitës së Spiropalit në Athinë, dhe vjen në një kohë kur kompanitë greke dhe ato serbe janë duke punuar intensifikisht, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë me cover të tjerë rajonal, me emra të tjerë të huazuar, apo dhe me emra amerikan, me emra hungarez, me emra të çfarëdo llojën, për të hyrë në epokën e re që po kalon bota. Cila është epoka? Është ajo që thot budallai Krishnik Osmani, që thon patronazhistët, kiçi në po na thot gjona që s'po i ngjojmë televizor, është ajo që po ju thot shumë gjëra do të ndryshojnë dhe ekuilibra do të ndryshojnë dhe aleanca do të ndryshojnë dhe ekuilibrat gjeopolitik do të ndryshojnë dhe ekuilibrat ekonomik do të ndryshojnë. Rama po bën gjithçka për t'i shpëtuar ndëshkimit që i vjen vetëm nga një pikë, që është përtej oqeanit. Dosja Megonika dhe dosje të tjera, të cilat mundet ta fundosin Ramën nga minuta në minutë. Rama është i gatshëm të bëjë gjithçka, u a kam thënë apo nuk u a kam thënë. Pa diskutim ju a kam thënë çdo herë. Edhe kur ju kam folur për portin e Durrësit, edhe kur ju kam folur për tunelin e Llogaras, edhe kur ju kam folur për Belinda Ballukun, se si ajo është njeri i Greqisë që ka ardhur këtu dhe do t'i japi portin grekëve, ju a kam thënë apo s'ju a kam thënë? Ju a kam thënë sigurisht, sepse ju i keni ndjekur. Projekti lidhet me Porto Romano, sigurisht, me portin e Durrësit, dhe pas një diskutim dhënia e kompanive greke të portit të Durrësit në Porto Romano, do të ishte një fitim 10 miliarda euro për Greqinë, por kjo nuk lidhet vetëm me fitimin financiar, lidhet edhe me kontrollin gjeopolitik të Athinës ndaj pikës kyçe të infrastrukturës shqiptare, siç është porti i Durrësit, porti i Porto Romanos. Dhe kjo na njofton dhe na sinjalizon për ndryshim aleancash politike në rajon. Delfi Forum vjen në Tiranë jo për të treguar dhe për të bërë biseda normale, as për të treguar arritjet e Shqipërisë apo të forumit në nivelin ndërkombëtar, vjen pa asnjë dyshim për të ndryshuar ekuilibrat e biznesit dhe të gjeopolitikës, duke u larguar nga tradita e mëparshme, nga linja jonë tradicionale e mëparshme, që është marrëdhëniet e mëparshme me partitë shqiptare, por dhe me bizneset shqiptare. Kemi pa asnjë diskutim dhe pa asnjë hezitim një tentativë për dorëzim të aseteve strategjike nga qeveria Rama për lobin greko-serb, nëpërmjet të cilëve Rama synon të përdor komardaren e fundit për të shpëtuar nga ndëshkimi amerikan. Kreshnik a flet në emër të Amerikës, jo nuk flas në emër të Amerikës, as nuk i përfaqësoj, as nuk më autorizojnë. Ky është leximi im gjeopolitik, i cili fatmirësisht në 99% të rasteve është në 100 gjua në zemër. Pra, lexojmë këndvështrimin ton, nuk flasim në emër të askujt. Duhet është shumë e rëndësishme kjo. Të vetmit që kanë fuqinë për ta goditur Ramën këtu, apo për t'ja dhuruar shqiptarëve një qeveri të pastër, të pakorruptuar, larg krimit dhe larg influencave malinje për interesat kombëtare shqiptare, është vetëm SBA-ja, miqtë. Vetëm ata mund ta bëjnë. Po e bën
i bën një nder të madhe Shqipërisë dhe shqiptarëve. Po nuk e bën, unë do të tentoj bashkë me aq shqiptar sa kemi ngelur këtu të zgjojmë energjitë e mbetura dhe tentojmë ta shpëtojmë vendin dhe kombin. Por nuk jam i sigurt me këtë popull që ka ngel këtu mund t'ja dalim. Kjo opozit ta harroni që mundet ta mund Edi Rama. Zero mundësi. Kjo lloj çfarë po shoh unë tani me Albana Vokshin, me Klevis Balliun, me atë Sarandioten, me atë Bjonden, me këto flamurat, me këto, nuk shkojnë dot kërkund këta. Të paktën me këtë skem që kanë zgjedhur deri tani. Do mbajnë atë pozicionin e vet aty, edhe kaq, më tepër se kaq nuk shkojnë. Loja është shumë e madhe se kaq dhe Shqipëria po dorëzohet. Do thash personi në fjalë që ka ardhur në Tiranë dhe ka bërë forumin e New Delfit sot, është njeriu kyç i lobit serbo-grek në Ballkan dhe konsul nderi i Serbisë në Selanik. Tjerat ju i dini dhe i kuptoni vetë. Pra, dorëzimi i aseteve strategjike të Shqipërisë është në këmbim të pushtetit të Edi Ramës dhe të vazhdimësisë së tij, sepse Rama nuk ka më rival në Shqipëri. Kjo është problemi. Nuk ka rival, nuk ka kush ta rrëzoj, nuk ka më. Me Berishën merret vesh sa herë i duhet. Berisha vazhdon me foltorën para kryeministrisë, ka nxjerr tani edhe Tikun dali me karrige para kryeministrisë. Ti thot shqiptarëve hajde ju bashkoheni me mua, bashkoheni me Tikun, që i dogji me Endri Shabanin 70.000 vota shqiptarëve dhe çoi tezën në parlament që s'di me fol shqip. Sepse detyra këtyre nuk është të rrëzojnë sistemin, detyra këtyre është të shërbejnë sistemit duke bërë sikur po bëjnë opozitën e sistemit. Unë ua kam thënë, edhe 6 muaj para zgjedhjeve dhe 1 vit para zgjedhjeve, i shërbejnë sistemit Adriatiku bashkë me Endri Shabanin, nuk më besuat, nuk më dëgjuat, nuk më pat. Nuk i vut veshin. Sepse kujtut se unë jam xheloz për ata. Endri Shabani e dorëzoi atë koliben që quhet Nisma Thuri, mori dhe votat e njerëzve të Saliut, firmat e njerëzve të Saliut për të bërë avokati i popullit, sepse mbështetjen e socialistëve e kishte të garantuar. Janë të gjithë bashkë. Çfarë planesh fshihen këtu? 1. T'i bim shkurt se nuk do ju mbaj gjatë. 1. Do të përdoret lobi greko-serb për të siguruar kontrata të mëdha në infrastrukturë, energji dhe në pikat kyçe delikate të ekuilibrave gjeopolitik, që favorizojnë kompanitë që janë pjesë e rrjetit të Delphi Forum, të cilin e përfaqëson ky zotëria që ishte me mua në avion brëm. 2. Kemi rikonfigurim të aleancave politike dhe ekonomike në Ballkan. Shqipëria mund të afrohet më shumë me Greqinë dhe me Serbinë dhe ky është plani i kahershëm i Edi Ramës dhe i Alex Sorosit për të konsoliduar çdo lloj tentative nga ndërhyrje nga Washingtoni për tentuar për të rrëzuar Edi Ramën. Dhe ky afrimitet i Ramës me lobin serbo-grek është pikërisht kjo tentativë për të penguar Washingtonin aktual të Trumpit për të ndërhyrë dhe për të goditur Edi Ramën. Kemi përdorim të investimeve dhe të projekteve infrastrukturore si mjet për të konsoliduar pushtetin. Kjo nuk ka asnjë diskutim. Kemi mungesë tërësore të transparencës, vendimarrje të tilla për tendera të tilla për privatizime, për kontrata të këtyre niveleve duhet të bëhen në mënyrën më transparente të mundshme që të shohin njerëzit se çfarë po bën dhe të dinë njerëzit se kush përfiton në të vërtetë. Ju e dini kush i bën tenderat në këtë vend, i bën Belinda Balluku, e cila është akuzuar për korrupsion masiv dhe mungesë transparence për tenderat, është në akuzë penale nga Spaku. Spaku bën sikur e kërkon, ajo bën sikur hetohet dhe të gjithë i gënjejnë të gjithë. Çfarë do të ndodh? Do të presim. Ajo që po ndodh është shumë e madhe, miqtë mi, sepse kemi një pavarësim të kontrollit. Çfarë do të thotë pavarësimi i kontrollit? Do të thotë që Shqipëria do të humbas influencën e saj mbi asetet strategjike dhe do të lejojë që aktorë të jashtëm që nuk kanë qenë domosdoshmërisht miqësor me interesat strategjike të Shqipërisë të përcaktojnë
destinacionin e investimeve në infrastrukturë dhe në ekonominë shqiptare. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme të dihet dhe të kuptohet. Ai, pra, Simon Somokos është lobisti më i rëndësishëm greko-serb në rajon, është i lidhur prej dekadash me elitat politike dhe biznesore të Athinës dhe Beogradit, është pranë familjes Mitsotakisit, është njëri nga figurat më të afërta të familjes Mitsotakis dhe shumë pranë qarqeve të larta të ekonomisë, biznesit dhe të energjetikës në Greqi dhe të sistemit bankar atje dhe të sistemit dhe të infrastrukturës greke, njëri me lidhje shumë të forta i cili vjen sot në Tiranë për forumin e Delfi. Delfi Forum është një platformë e përdorur prej tij si armë e tij e fortë, është platforma e tij e fuqisë. Dhe ç'është Delfi Forum? Delfi Forum është një version heleniko-ballkanik i Davosit. Versioni heleniko-ballkanik i Davosit quhet Delfi Forum, i cili drejtohet nga ky zotëria që erdhi këtu në Tiranë. Dhe nuk është thjesht një konferencë, as seminar, as simpozium, është lobim i strukturuar ku lidhen biznese, politikan dhe investitor me njëri tjetrin. Çfarë qëllimi shkallë? Qëllimi është të vendoset Shqipëria në orbitën greko-serbe të vendimarrjes ekonomike dhe përjedhoj edhe të vendimarrjes politike. Ardhja në Tiranë lidhet direkt me projekte infrastrukturore, Porto Romano, energji, infrastruktura energjetike dhe rrugore dhe detare, telekomunikacioni, data centers, dhe qëllimi është të kapet një pjesë e tregut të madh shqiptar i cili po rritet me ritme të shpejta. Ç'është gjithashtu kreu i Delfi Forumit që ka ardhur në Tiranë? Ai di të hap dyer dhe ka fuqi të hap dyer politike dhe të vendos marrëveshje ndërmjet kompanive të mëdha, ndërmjet qeverive, ndërmjet fondeve të investimit dhe ndërmjet kompanive të infrastrukturës. Cili është qëllimi i zotërisë? Qëllimi është të krijojë ura dhe kanale komunikimi për kompanitë e tij dhe për partnerët e tij, duke marrë tarifa të mëdha lobimi gjithashtu dhe përfitime të tjera anësore nga kontratat e mëdha. Kjo ndodh pikërisht në një moment kur Greqia ka nevojë dhe ka në planet e saj strategjike për të zgjeruar aktivitetin e saj ekonomik dhe dominancën e saj ekonomike në rajon. Kjo vjen paralelisht në kohën kur rriten tensionet mes Athinës dhe Tiranës për arsye të detit dhe të çështjeve që lidhen me minoritetin në jug të Shqipërisë, lidhet gjithashtu edhe me bllokimet që na bën Greqia për negociatat në Bashkimin Evropian, por edhe me të tjera arsye të tjera serioze që kanë të bëjnë me ekuilibrat gjeopolitik rajonal. Pra, qëllimi në këtë rast është se pavarësisht tensioneve politike, ekonomia greke synon ekspansionin dhe synon që bashkë me Beogradin të krijojnë dominancë absolute gjeopolitike dhe gjeoekonomike këtu në Ballkan, dhe kjo realizohet nëpërmjet kontrollit të porteve, infrastrukturës dhe logjistikës. Për Serbinë, zotëria në fjalë është konsulli i saj në Ballkan, qoftë dhe jo zyrtarisht, si konsul nderi në Selanik, ai përfaqëson vazhdimisht interesat serbe në tregti, në energji, në industrinë detare dhe në atë logjistike që ka për qëllim forcimin e boshtit Beograd-Athinë dhe ndikimin të tyre të drejtë për drejtë në Shqipëri. Pse ndodh kjo në Tiranë? Sepse Tirana, miqtë e mi, do të jetë njëra nga pikat më nevralgjike të rajonit Ballkanit dhe një nga pikat më të nxehta ekonomike të saj, dhe Shqipëria është në një boom infrastrukturor, është në qendër të gjitha pikave globale të investimeve të huaja dhe ka interes të madh të kompanive të gjigante të botës për të ardhur dhe për të hyrë në këtë treg i cili konsiderohet gjithashtu me risk jo shumë të
ulët, por as shumë të lartë, por gjithsesi mbetet treg interesant. Përfundimisht, zotëria në fjalë dhe lëvizja e tillë e Ramës ka një synim të qartë. Futja e kompanive greke dhe serbe në projektet strategjike të Shqipërisë, përfitimet mëdha lobimi dhe ndikim i drejtë për drejtë në ekuilibrat dhe në lobimin dhe në përcaktimin e rolit gjeopolitik të Shqipërisë në 50-100 vitet e ardhshme. Kaq kisha për sonte, ju falenderoj të gjithëve nga zemra për kohën. Ne do t'ja dalim dhe do të bëjmë edhe planin si duhet të kuptojmë situatën dhe përrjedhojmë dhe si të reagojmë. Për sot unë kaq kisha, pjesën tjetër të zhvillimeve të mëdha do t'ju shpjegoj si gjithmonë, por ato vijojnë në numrin e ardhshëm.